Sasha Mirković, një supermodel serb, producent muzikor dhe pronari i televizionit Hype, është të dhunuar në hotelin Sheraton në qendër të Zagrebit, raportojnë mediat serbe. Sipas pretendimeve të tyre, Mirković dhe një burr tjetër janë takuar në hyrje të hotelit, pas së cilës ka ndodhur një konflikt verbal që ka përshkallëzuar në përleshje fizike. Gjithçka ka ndodhur sot rreth orës 12:30. Telegrafika publikuar pamje të koshjet Mirković, i cili duket i goditur menjëherë pas përleshjes. Menjëherë ka mbërritur një ambulancë dhe e ka dërguar në spital, transmeton Ballkani.info. Policia e Zagrebit konfirmoi se të shtunën në orën 13:50 ka marrë njoftim se 2 persona janë përkrahasur fizikisht para hotelit në rrugën Kneza Borne dhe njëri prej tyre është dërguar në spital. Hetimet penale dhe përcaktimi të dhënave të rrethanave të ngjarjes janë duke u zhvilluar, tha Departamenti i Policisë së Zagrebit. Ai akuzoi menaxherin e Çeçës për sulmin. Mirkovja konfirmoi se ishte sulmuar fizikisht dhe akuzoi menaxherin e Svetlana Rashnotović, Çeça, Valibor Popović Pop për sulmin. Ai tha se u sulmua nga pas dhe e karakterizoi këtë veprim si vrasje në tentativë. Unë jam mirë, jam në Zagreb sepse sonte Tea Tahirović ka koncertin e saj saluar, filloi Popović anën e tij të tregimit për Telegrafin. Unë do t'ju tregoj saktësisht se si ndodhi. Unë isha duke qëndruar para një hoteli në Zagreb kur një xhip i zi me regjistrim të Zagrebit ndaloi para hyrjes. Nuk i kushtova vëmendje derisa Sasha Mirković doli nga automjeti. Më pas ajo nis drejt meje dhe filloi të ofendonte fëmijët e mi. Më pas pati një përleshje, por ishte ai që sulmoi pari. Publikimi i videos tani është vërtet përpjekja e tij për të ngjallur simpati dhe për të krijuar simpati të reme të asaj që ka ndodhur me të vërtetë. Gjithçka është e qartë në video dhe nuk ka gënjeshtra, tha ai. Menaxheri shtoi se përveç konfliktit fizik nuk ka ndodhur asgjë tjetër dhe ka theksuar se nderi dhe fytyra e tij janë gjërat më të rëndësishme, si dhe mbrojtja e fëmijëve dhe miqve. Qëndroi fort pas gjithçka që kam thënë. Asnjëherë nuk kam ikur nga përgjegjësia dhe nuk po iki, as tani, ka përfunduar Popović për Telegrafin. Valibor Popović njihet si menaxher i këngëtarëve të njohura